A dëni musafir? Që deja u thonë e grustane. Çfarë dite e bereqetshme në Keçekull, për vetë faktin që është shi edhe me shpresën që ka me ndalë në këtë ditë të xhirimeve të emisionit tim. Pranë meje kam një farmhouse Nina që po më thot e lusim pak dinin me orë maknejse vetura mundet me marrë me vete edhe me çu në bajtës Jarinës atje. Nejse, po shkojmë, po hymë brenda mbase edhe na presin deri sa të ndaloj ky shi edhe nashta e takojmë edhe pronarin e kësaj kafe që më na tregu. Deri tash s'kem taku banor, po gjithsesi nga ky fshat i bukur edhe pse kemi rreshje të shiut, emisioni nuk bën me të shtu edhe gjithsesi nga ky fshat i bukur Keçekull, ju sjellim pamje edhe gjatë ditës së sotme, edhe pse jemi në një ditë tipik vjeshte. Po shkojmë së bashku me Dinin tek Farmhouse Nina të shohim se kush mundet me na prit atje. A dëni musafir? Tu nga tjeta? Si e? A je mirë? Mirë se ju gjeta? Përshëndetje. Kjo është vojza, apo? Vojza Nina. Po më vjen mirë se ju gjetëm. A mujna me ja jep dikun? Po më shka, ju loku shi ju? Paj, se në rritu ma shumë, pa ke. Ndërëm kërkojmë falje që hynum. Unë jam falje, a guxoj me ta vendos? Se ndoket në qeheret por, më do kështë mirë prite. Po më ne. Aj, deqe që tu. Apo? Po të njohë. Mirë se ju gjetëm. Qush jete? Mirë. A je mirë? A vëllone? Ka pak. Si drejtër të nejta... Jo, dhe si drejtarë në shëtë në punë. Apo, Jo, kusnonë ako. E kam një kërkes, kjo është vajza jute. A mujna vetëm pak mja nalë muzikë zonin, që ose nuk është problem. Po më rëshë. Ndërum, tash dhe më thonë një pronari i kësoj kofet mrekullueshme, unë e thash pipshtojna pak shiut edhe i shalla na pret dikush. Mirë se ju gjetë në Keçekull. Mirë se. Unë për ndryshe jam valje, realizoj një emision në për fshatra, edhe në qose ma ke po në sa do pak tematikën, jam shumë i lumtur. Qysh je? Mirë. A je mirë? Familjen? Krejt, mirë. Një mirë edhe na qysh tonë. Unë e djali i ri. Diçka në herën, do të me maspori, kur të vish konak, do me pi diçka, e ta na i bojnë mua dhe. Pa i po pantallonat e para, çka do që... Po punë, nërë, ta na i... Një ditë me shi, po një biznes i vogël, i lezetshëm, i bom nga ti po besoj edhe ju si familje. Po na si familje po, që deja u thonë e grustane. Po? E me moza dhe li, goshe, se ajo, na jemi orë këtu në 2019. Okej. 2019 e kemi bo një vidhë, se në pandemi, të na erdhe dhe pandemia, dhe me tëmë, këshëm që me najtë në të atë në bo. Se na në Prishtinë jetojnë. Dhe këmë shumë e qirat, je motë. Do të jeni të Prishtinës ju me përjorë, taman të... Po, të Prishtinës jemi. Edhe vojzën e këmë regjistru të në shkollë, dhe ideja u thonë e grustane. Se kur vish me knej pram të shtu në dile, që dilë shumë për knej, tha, qelëm në shqitore, për që të morë me qirore, morë me qelë. Të isha jo, atë nëse s'ka, të punë kur që, hajt, e nisa shqitore, kush vike këtë, vetë këtë ke. Kur po qelet kofja, ta më kalëzëshin vetë qa me qenë. Ta paraprishim një paraprishim. Edhe e qela dhe bashku më këtë njerës të ngollokut që të rritë bashkë. Sa mirë pas që të rritë bashkë vinë, ka edhe odhëtarë të rrugës që shkojnë në për bojtë se Jarinës, e nalën këtë më falenderojnë. Na falenderojnë, kretë. Çdo odhëtarë që vjen këtë, që të falenderojnë. Edhe une, shamë dhe kom përfitim tamen, po. është knatësi që i mbledh njerëzit. Amo nuk e kam edhe problemin shumë pat, vinë, pinë, dolin, rinë, i binë, po orët masanes, nuk e kam problem. Po, e the që prej kohës së pandemisë, me një farë forme, më falë emrin për opinionin. Avni Deliu. Avni Deliu, për ndryshe këngëtar. E po, a je dopsu pak? Pak jem dopsu. Qaja dhe si figur, po më doket po.